kujtet kur erdhëm për herë të parë? Ishin vërtet si të humbura. Po vetëm ditët e parë ishin vështira, mas në modën nuk mund ndjesh kur keq. Po edhe në Reggio Emilia është vërtet kështu, mjafton të shkosh në universitet dhe kupton gjithçka. Profesorët janë gjithmonë disponueshëm, mjafton të shkosh, t'i kontaktosh dhe të zgjidhin çdo problem, janë shumë sjellshëm. Samir Goca, në çdo fakultet kemi laborator informatike ku mund të përdorim internetin. Për të lëvizur nuk ka problem pasi kemi autobusa deri në orën 12 të natës. Modena e Reggio Emilia janë 2 qytete që ofrojnë borsa për studentët që e meritojnë. Ju presim, ciao a tutti!